Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në aktualitet për të ndalur ditën e sotme tek gjeopolitika. Do ndalemi tek zhvillimet e fundit ku presidenti i SBA-s Donald Trump ka thënë se pas arritjes së paqes mes Hamasit dhe Izraelit, tani dëshiron të përshëndrohet pra tek Rusia dhe lufta e saj kundër Ukrainës. E ndjekim insertin dhe rikthehemi. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha të hënën se pas arritjes së paqes Hamas-Izrael tani dëshiron të përshëndrohet te Rusia dhe lufta e saj kundër Ukrainës. Një rënpushim i mundshëm për Ukrainën dhe hapat e mëtejshëm ka të nxjerrë të diskutohen në një takim midis Volodymyr Zelenskit dhe presidenti Trump të premte në Washington, siç u konfirmua nga presidenti i Ukrainës. Mendoj se duhet diskutojmë renditjen e hapave që dua t'i propozoj presidenti Trump, u tha Zelenski gazetarëve. Duke u drejtuar parlamentit izraelit ditën e djeshme, Trump tha se përpjekjet e tij për paqe nuk kanë përfunduar ende dhe se më pas ai dëshiron që Rusia t'i jap fund luftës së saj kundër Ukrainës. Do të ishte shumë mirë nëse do të mund të bënim një marrëveshje paqe me Iranin, por së pari duhet të përqendrohemi te Rusia, tha Trump në fjalimin e tij. Trump është përpjekur të ndërmjetësojë një marrëveshje rënpushimi midis Rusisë dhe Ukrainës për muaj të tërë, por përpjekjet e tij mbeten të bllokuara me Kremlinin, që ka hedhur poshtë idenë e negociatave të drejtë për drejta me Zelenskin dhe me pjesëmarrjen e Trump si ndërmjetës. Edhe Hamasi tregon zgjuarsi në arritjen e marrëveshjeve, por jo Putin, tha Zelenski. Zyrtarët e Moskës kanë refuzuar vazhdimisht të marrin pjesë në çdo negociatë me udhëheqësin e Ukrainës, duke rënë dakord vetëm për një takim kokë më kokë midis Trump dhe Vladimir Putin në Alaska në muajin gusht, kur arrihet paqja për një pjesë të botës që sjell më shumë shpresë për paqe në rajone të tjera ku jeta është ende në kërcënim, tha më tej Zelenski. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar zotin Erdian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje të kënaqësi dhe për mua. Zoti Elezi, për ta nisur me insertin që sapo dëgjuam së bashku, pra ashtu si e thash, pas nënshkrimit të paqes mes Izraelit dhe Hamasit, presidenti i SBA-s Donald Trump ka deklaruar se tash më parë do të përshëndrohet tek Rusia dhe lufta në Ukrainë. Por pyetja ndërkaq lind se a do të arrit Trump të ndalë luftën në Europë apo do të përfundojë në përplasjen e radhës pra me Kremlinin? Nderuar, siç kemi thënë edhe në analizat e pashme, Trump është në rrugën e duhur të tij. Një lider ka promovuar dhe ka artikuluar paqen, paqe që është arritur përmes forcës e pamundur për ti dhe deri tash ka një bilanc pozitiv për sa përket rezultateve të arritura. Kemi parasysh 6-7 konflikte tash kanë përfunduar për shkak të ndërhyrjes dhe të Trump, i cili ka marrë një format e një lideri global për sa i përket paqes, por në rastin konkret pas arritjes së paqes, paktën të deklaruar në rastin e konfliktit Hamas-Izrael, e ka rrallën ajo konflikti më i vështirë, Rusi-Ukrainë, i cili Trump me gjithë përpjekjet dhe angazhimin e tij edhe drejt për drejt, përfshi edhe takimin e Alaskës, apo edhe përmes mediatorëve të ndryshme, ka qenë e pamundur arritja e paqes për shkak specifikave që i ka një rajon. Është një nyje gjeopolitike shumë e rëndësishme, përplas interesa midis fuqive të mëdha dhe si e tillë ka pamundsuar arritjen e kësaj pushimin e këtij konflikti, arritjen e marrëveshjeve për shkak të divergjencës që kanë palët jo vetëm të luftuese midis Rusisë dhe Ukrainës, por edhe ato që janë pas saj, BE-ja, SBA-ja dhe aktorë të tjerë, të cilët në këtë rajon interferojnë këto interesa dhe si ti pra aq kohë sa që divergjencat janë, dhe danë lipse të shëshohen këto lloj mosmarrëveshje dhe konsiderohen interesat e palëve, sepse për Rusinë është një interes kombëtar në garancia në kufit perëndimor të saj dhe sidomos kjo pjesa e Ukrainës, të cilët tashmë e ka pushtuar dhe nuk mund të lëshoj prej këtyre pozicione tashmë të arrira, por është ka qenë e hapur dhe Trump nga ana tjetër dhe vlerëson këtë duke thënë që takimi do të jetë me atë që është kryesori faktor në këtë arritjen e marrëveshjes Rusia, sepse e di që pa SBA-n, pa BE
Ukraina nuk mund të jetë një faktor i cili mund të arrije dhe të japë vullë përfundimtare për arritjes së paqes. Por Trump do të investohet më së shumti në arritjen edhe e kësaj marrëveshje dhe kësaj paqe dhe ka investuar edhe kredencialet e tij personale dhe mendoj që do të jetë presidenti i parë në historinë e SBA-s të botës, i cili ka një bilans pozitiv dhe mund të jetë edhe meritor për sa i përket marrjes edhe çmimit Nobel nëse do të përfundojë ky konflikt, i cili ka vështirësitë e veta për shkak të asaj që Rusia dhe pjesa tjetër e Perëndimit kanë divergjenca për sa i përket çështjes që kanë ndaj njëri tjetrit raportet qofshin midis aleancave, po edhe për sa i përket çështjeve të sigurisë dhe jo vetëm Zoti Lezi, nga ana tjetër presidenti i Ukrainës ka shprehur gjithashtu mirënjohje ndaj presidentit të SBA-s Donald Trump për vendosmërinë e tij në arritjen e paqes në linjën e mesme, por në të njëjtën frymë ai goditi gjithashtu edhe presidentin rus Vladimir Putin, duke thënë se edhe Hamasi tregoi zgjuarsi në arritjen e marrëveshjeve, por jo Putin, dhe ndërkohë kemi Moskën nga ana tjetër, pra e cila mbetet e mbyllur për dialog, duke pranuar vetëm një takim që ka zhvilluar kokë më kokë pra në Alaska në gusht. Ju si e shihni, apo përgatitet tashmë një duel historik pra midis Trump edhe Putin që mund të përcaktojë dhe fatin e luftës në Ukrainë? Absolutisht po, po mënyra dhe gjua diplomatike që përdor presidenti Zelenski është në funksion të agentës tij, se ndjen edhe veten të pafuqishme për arritjen e një rezultati konkret për shkak të zhvillimeve në terren dhe për shkak të pafuqisë të tij për t'i dhënë fund kësaj lufte, duke përcaktuar, duke etiketuar Rusinë si shkaktari kryesor dhe asociuar atë me Hamasin, në kuptimin e një lloj paralele, po çdon si krahasim, por e bën në mënyrë qëllimore në gjuhë diplomatike Zelenski, presidenti Zelenski, për të sjellë situatën e aletit para perëndimorëve dhe SBA-s për vetëdijshmërinë që kërkohet arrihet sa më parë të bindet Putin, si kundër u bindet edhe Hamasi për të ulur në trezën e bisedimit. Por krahasimet se dojnë pavarësisht mënyrën se si artikulohet në gjuhën diplomatike, sepse kjo është një më tepër një terren gjeostrategjik që nuk mund të zgjidhet thjesht vetëm përmes komunikimeve diplomatike, por do merren në konsiderat edhe interesat e fuqive kryesore. Rusisë në plan të parë për ata që kërkon dhe që në mënyrë të vazhdueshme i ka qëndruar asaj, po sikund edhe Perëndimi, dhe kur flasim Perëndimi më së shumti SBA-ja dhe më pak BE-ja, se BE-ja ka shfaqur brësinë e saj në përballimin e këtyre sfidave dhe kryesore në zgjidhjen e këtij konflikti është SBA-ja, dhe mendoj që për ata është artikuluar më së shumti një duel, një takim i formatit liderëve, janë midis dy liderëve kryesor për të dhënë zgjidhje, po themi deri diku të pranueshme një konflikti i cili normalisht do të shkojë drejt këtij skenari, sepse gjithandej bota e trazuar po shkon drejt një paqe dhe ka ngel si vetëm ky konflikt i ndezur, dhe mendoj që Trump dhe Putin do të arrijnë të dakordsohen me njëri tjetrin, por që jo të gjitha palët do të jenë të kënaqura, mund të jetë edhe skenari që edhe vetë Ukraina dhe Perëndimi do të përgatiten në mënyrë që të mësohen edhe për të lëshuar nga penda njëri tjetrit, se janë të mëdha dhe interesat gjeostrategjike të këtyre të mëdhenj aty që përcaktojnë edhe fatin e çdo lloj konflikti, pa asaj si do të jetë orientimi, sepse Trump dhe SBA-ja ka më tepër interes ta marrë të lidhur Rusinë përkundër largimit të tij nga Kina, e cila është kërcënimi kryesor potencial tani po edhe në të ardhmen, dhe si tillë është i detyruar të bëjë koncesione për shkak kësaj çësie gjeostrategjike, duke nënkuptuar edhe koncesione dan pra sa kërkohet nga ana e Rusisë në një konflikt më prej 3 vitesh dhe ende nuk është dhënë një zgjidhje. E qartë, zoti Lezi, ndërkaq në fundjavë pritet të ketë një takim vendimtar pra mes dy liderëve në Shtëpinë e Bardhë, por nga ana tjetër kemi edhe burime pranë Kievit, të cilat kanë thënë se do diskutohet një plan 3 palësh për armë pushim me Rusinë, por me Kremlinin që refuzon pra çdo bisedë dhe tensione të cilat janë vazhdimisht në rritje, a do të jetë vërtet ky takim që do të ndryshojë rrjedhën e luftës? E nderuar, takimet janë të rëndësishme, janë të dobishme dhe aty diskutohen çështjet e ndryshme të palëve ndërluftuese në rastin konkret dhe